Tjetra pyetje thot, një këshill për ata që mendojnë t'i kthehen mëkateve pas Ramazanit. Kjo është çështje që e kemi përmendur më herët, pra një prej mënyrave për pritjen e Ramazanit dhe për të përfituar prej dobive të shumta dhe bereqeteve të shumta të Ramazanit, është që njeriu të pendohet prej mëkateve. Pendim do të thotë që njeriu ta braktisë mëkatin, të ketë keqardhje për atë që ka kaluar dhe të jetë i vendosur që mos i kthehet asnjëherë. Këtij thuhet pendim me këto tre kushte, dhe nëse ky mëkat ka të bëjë me hakun e dikujt, atëherë kushti i katërt është që t'ia kthejë atë hak atij që ja ka shkelur. Do të thonë me këtë është penduar. Edhe atëherë kur pendohet njeriu me plotësimin e këtyre kushteve dhe këtë e bën vetëm për Allahun subhanahu wa taala, atëherë padyshim se janë shlyer mëkatet. Sepse ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "At-taibu min adh-dhanbi kaman la dhanba lahu." Do të thonë ai që pendohet prej mëkatit është njësoj me atë që nuk ka bërë mëkat. Do të thonë ai që është penduar, i vjen keq pse e ka bërë mëkatin, edhe është i vendosur që mos e bëj asnjëherë më dhe e braktis mëkatin. Edhe këtë e bën për hir të Allahut, gjithashtu. Atëherë është si ai që nuk ka bërë mëkat, nuk ka dallim, do të thonë shlyhet krejtësisht. Por nëse njeriu mendon se tash është Ramazan, edhe tash vetëm për të fituar prej Ramazanit, me një kuptim mendon që ta mashtrojë Allahun subhanahu wa taala, kurse ai është i gjithdijshmi, edhe di se çka ka në zemra, dhe e di edhe të ardhmen, edhe e di që ka thënë Allahu subhanahu wa taala, "Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi as-sudur." Do të thënë Allahu e di shikimin e fshet ose shikimin tradhtar dhe e di se çka ka brenda në gjokse. E di njeriu çfarë qëllimi edhe çfarë synimi ka. Prandaj nëse mendon se do ta braktisë mëkatin vetëm sa t'i pranohet agjerimi ose të përfitojë prej bereqeteve të Ramazanit dhe pastaj do të vazhdojë me mëkatin, do të thonë ai as nuk fiton prej bereqetit të Ramazanit, as nuk e ka shlyer mëkatin, edhe nuk përfiton prej këtyre veprave shumë. Përveç se e heq obligimin, do të thonë nëse agjeron, falet e kështu me radhë, obligimet i ka hequr, por nëse ka ndërmend që të vazhdojë me mëkate, edhe nëse nuk i mundsohet më vonë, ndoshta edhe do të vdes para se të vazhdojë me atë mëkat, ose ndoshta nuk do të ketë mundësi t'i kthehet mëkatit, ndoshta do t'i vijë një smundje që nuk ja mundson më shumë ta bëjë atë mëkat, ose do t'i vijë për shembull një varfëri që nuk ja mundson ta bëjë atë mëkat, kurse ai nuk është penduar. Do të thonë ka pas ndërmend që të vazhdojë, do thotë nuk është i penduar. Ata që pendohen vetëm për Ramazan. Realiteti është se ata nuk janë të penduar, nuk janë as për Ramazan as jashtë Ramazanit. Prandaj le të kemi kujdes edhe të jemi dashamir për veten tonë, do thonë që t'ia duam të mirën vetvetes dhe të pastrohemi para Allahut subhanahu wa taala.